Në 100 ditë të para, pa diskutim, ne kemi në fokus atë që kemi folur sot, të falenderoj për pyetjen, po ti nuk do mërzitesh, unë do të komplimentoj pak për këto 3 momente kyçe që ke nxjerr për të shfaqur dhe për të nxjerrë në pa karakterin dhe profilin e vërtet të Erion Veliajt. Se kush Erion Veliaj, po të ndalemi ke kjo që kanë interese qytetarët që na ndjekin shumë, më pas ndalemi dhe ka ajo që ka shumë interes, se kush e ka drejtuar Tiranën për 10 vite dhe se kush ishte projekti për të zëvendësuar Edi Ramën në krye të Partisë Socialiste, për të qeverisur Shqipërinë. Do t'i kthehemi në pak minuta më vonë, sepse kush më shumë se ty e njeh atë situatë 360 gradë. Dhe kam folur për atë situatë, edhe ku kam qenë kandidat, edhe paraqit isha kandidat për Bashkinë e Tiranës, janë anatemuar, goditur, linçuar nga këta që trajtohen si qener edhe si ushtar të Erion Veliajt nga qelia e burgut, nga telefoni i burgut, dhe që sot vijojnë t'i bëjnë shërbim Veliajt, por që e vërteta vonon po nuk harron. Në rastin e Partisë Demokratike, lajm shumë i mirë, Adi, ne sot kemi filluar të flasim për paketën e dëmshurisë, diçka që Berisha me eksperiencën e tij, me faktin që ai ka shërbyer në këtë vend si ish president, si ish kryeministër, ka një përvojë jete, po mbi të gjitha institucionale të jashtëzakonshme. Ne sot kemi filluar të prekim të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike në çdo nivel, përfshi dhe vetë kryetarin zotin Berisha, edhe në fjalën që pati para një ore në një takim të jashtëzakonshëm në Lezhë, paketën e dëmshurisë apo atë të emergjencës, që do të thotë në 100 ditë të para, fokusi i Partisë Demokratike, i kabinetit Partisë Demokratike, i zotit Berisha, por i çdo ministri, i çdo drejtuesi të shtetit do të jetë nxjerrja nga varfëria ekstreme e qytetarëve shqiptar. Sot janë të dhëna zyrtare nga UNICEF-i me një akt që duhet me një plan të qartë me 9 pika. Njerëzit në një kuptim e kanë pritur që për 12 vjet ta bënte Edi Rama duhet ta kishte bërë për 12 vite rilindja natyrisht. Që të jemi të qartë, se çfarë është Edi Rama, qytetarët shqiptarë kanë parë në 12 vite. Edi Rama nuk ka se çfarë premton sot asgjë, sepse gjithçka që mund të premtonte ka patur plot 12 vite kota realizonte. Por të mbetemi ke situata në Shqipëri, të dhënat zyrtare të UNICEF-it thonë që 41% e familjeve shqiptare nuk mund të japin dot 3 vakte ushqimi fëmijëve të tyre. Mbi gjysma e popullatës shqiptare jeton sot nën minimumin etik. Varfëria ka pllakosur në gjysmën e shtëpiave të shqiptarëve. Dhe për këtë arsye, plani dhe programi i Partisë Demokratike me paketën e dëmshurisë është emergjent dhe i drejt për drejt brenda 100 ditëve të para. Pika e parë, vendoset minimumi etik 200 euro për çdo qytetar shqiptar. Në analizën tënde, po, e ka kuptuar qytetari shqiptar që ky është një akt i jashtëzakonshëm? Besoj që po, madje e ka kuptuar edhe një qytetar shqiptar tjetër që në fakt jeton në një botë paralele që quhet Edi Rama, sepse arriti deri në pikën sa kopjoi programin e Partisë Demokratike, kopjoi programin e Sali Berishës dhe ja rishfaqi të paketuar me ngjyrë vi qytetarëve shqiptarë si një pjesë programit të tij. Kur ndërkohë keni parë kryeministrin arrogant që deri para pak muajsh thonte që unë PD-n do ta nxjerr më kesën në 97-ën, unë PD-n do ta nxjerr me çorapet kuqe, PD-ja nuk ekziston më. Sot ka filluar të flas për faktin që po u kthye PD-ja është kosto e madhe për vendin. Sot ka filluar që thotë që do mbështetjen e qytetarëve për të çuar trenin e integrimit evropian në destinacionin final në 2030 etj. Brot shkolla që qytetarët shqiptarë janë mësuar të dëgjojnë, po mbi të gjitha, një të mirë kemi bërë dhe ne Adi. Kemi detyruar kundërsharin dalim me program. Pasi mbaroi punë me tenxhere, me tepsi, me kusi, me timon, me dajre, me muzikë tallava etj. Edi Rama sot është detyruar të flasë për program, për shkak të diçka e fare thjesht. Këtyre fletpalosjeve që ne dalim çdo ditë, në çdo rrugicë të Tiranës, në çdo lagje të Shqipërisë, duke folur me qytetarët shqiptar. Paketa e dëmshurisë nis me pikën e parë, plani jonë i 100 ditëve me minimumin etik për çdo qytetar shqiptar. Nuk do të ketë më qytetar në qytet, në fshat, në zonën më të largët të Shqipërisë. Qytetari mbase që tani mund na ndjek apo mund na shoh më mbrapa në YouTube, që mund ndjehet njeriu më i harruar në